sa më shumë të pranishëm në gjenaze, aq më tepër dobi ka i vdekuri. Shiqoni, edhe njëherë që kja. Sa më shumë të pranishëm në gjenaze, aq më tepër dobi ka i vdekuri. Kjo duke u bazuar në thënien e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ngoni, nuk ndodh që ndonjë të vdekur t'ia falin gjenazën një grumbull nga muslimanët, numri të cilëve arrin 100, e të gjithë ata të ndërmjetësojnë për të vdekurin e të mos u pranohet lutjet. Subhanallah. A shumë punë e madhe kupton me të ardhur njerëz të kallabëllok në gjenazë. A ke pa të dikush për shembull gjithë ata shkojnë apo kupton? A merr vesh. Do thotë plot njerëz që shkojnë e për hatër që atinve gjemati që kanë mbledh Allahu ja fal gjenazën. Ndërsa tjetër hadith ka thotë, nuk ndodh që të vdes ndonjë burr musliman e t'ia falin gjenazën 40 burra, të cilët nuk i kanë përshkruar Allahut shok, e Allahu të mos ju ja pranoj lutjet. Për ata arsye do thotë me prezantue do thotë ndorrimin e danivllavit ton është sevap i madh, për shkak se ja lehtëson kanarin atina, ja lehtëson përgjegjësinë atina. Ama çka, do thotë edhe prezenca në gjenazë varet pi shpirtit tina. Nëse akon burri mirë njerëzit shkojnë, nëse akon burri keq, kurkush nuk e levrit venin hiç. Është e pëlqyeshme që pas imamit të radhiten 3 safe, edhe nëse numri i xhamatit është i vogël. Do thotë nëse është edhe i vogël, apet bila është mirë, do thotë imami më rregullu një saf 2, 3 safe, sa është pisonetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga mertet Jezeniu e kyn nga Malik ibn Hubeira na përcjell se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo të vdekur të cilët i falin gjenazën 3 safe me besimtar i detyrohet xheneti. Allahu akbar. Transmetuesit në vazhdim thonë Maliku e ka pas traditë që edhe kur numri i xhamatit ishte i vogël përsëri radhite në 3 safe. 14 do thotë e transmeton këtë hadith Muslimi. Ani të pasis çfarë vlerë ka me prezantue do thotë në gjenazë. Çka shpesh na ka përcjell neve shumë gjenazë, a nuk bëmi na sebe për me shku dikujt na mi falën gjunohet.